أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم ما بعد Allahun e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin edhe që do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht, elhamdulillah, që Allahu na mundsoi me e arrit edhe një muaj të bekuar të Ramazanit. Siç e shohim, edhe këti Ramazani i erdhi fundi dhe sonte me lejnë Allahut do ta falim edhe taravin e fundit për këtë Ramazan. Gjatë këtij muaji të bekum jemi menduar që të jemi në shërbimin e juve me faljen e namazit të teravive dhe me derset e shkurtra para namazit të yatsis. Me dersin e sotshëm kemi mbajtur gjithsej 29 ligjërata apo derse të shkurta dhe kemi përfshi në këto ligjërata tema të ndryshme. Kemi folur për tema për cilat kemi menduar që janë të nevojshme për të ligjëruar. Jemi munduar me qenë sa më të kapshëm, sa më të qartë dhe jemi munduar me fol me thjeshtësi. Qëllimi ka qenë që t'ju përkujtojmë juve dhe vetëm për ajetet kuranore, porosit e Kuranit famuljar dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si dhe mësimet islame në përgjithësi. Gjatë këtij muaji kemi folur në fillim për fillimin e Ramazanit dhe kemi treguar të mirat dhe dobitë e këtij muaji, të cilat janë të shumta. Pastaj kemi fol për qëllimin e Ramazanit, qëllimi të cilit është të ngritemi në devotshmëri. Pastaj qëllimi i Ramazanit komplet është që me na bë më të mirë. Dhe kemi thënë se reflektimi i vërtetë i devotshmërisë duhet të jetë në sjelljen dhe edukatën tonë. Pastaj kemi folur mbi namazin dhe rëndësinë e tij në fe. Pastaj kemi folur për namazet sunnete dhe nafilet, duke e cekur vlerën, peshën dhe rëndësinë e tyre. Po ashtu kemi folur për tema sikurse mesatarja e rekomanduar në Islam, kemi folur për shefaatin, ndërmjetësimin në ahiret, kemi folur për mëkatet dhe ndarjen e tyre, kemi folur për kërkimfaljen dhe pendimin. Mandej kemi cek diçka në lidhje me duan, lutjen, kemi folur për diturinë, kemi thënë diçka për vlerën e punës, për vlerën e kohës, kemi folur për ditën e gjykimit, fundin e mirë dhe tema të tjera. Sot tham ta bëjmë një rezume, një pasqyrë të përgjithshme dhe të përkujtojmë edhe një herë se çka kemi ligjëruar gjatë muajit të Ramazanit. Me shpresë që gjitha këto që kemi thonë të kishin qenë të dobishme për juve dhe dëgjuesit e tjerë që na dëgjojnë nëpërmjet platformës YouTube. Basi sot është ligjërata e fundit, kam vendosur të ndalem me një ajet kuranor, i cili është i shkurt, mirë po ka kuptim shumë të thellë dhe të zgjeruar. Pastaj do të vazhdojmë inshallah të cekim diçka në lidhje me sadakatul fitr. Allahu thot në Kur'an: "Qad aflaha man tazakka", ka shpëtuar ai i cili është pastruar, ka shpëtuar ai i cili e pastroi veten e tij. Lumi ai që u pastrua në këtë Ramazan dhe largoi nga zemra e tij njollat e mëkateve dhe gjunaheve. Elhamdulillah
që jemi musliman, elhamdulillah që e arritëm këtë Ramazan dhe po e përfundojmë. Mirë po shtrohet pyetja, sa e shfrytzuam në këtë muaj të bekuar dhe sa kemi arrit me u pastru. Nëse pas Ramazanit kemi përmirësime në fenë tonë, në vetveten tonë, në edukatën tonë, atëherë kjo dëshmon se Ramazani ka pas efekt pozitiv te vetvetja jonë. Nëse nuk bëjmë ndryshime dhe vazhdojmë njëjtë pas Ramazanit, atëherë kjo dëshmon se Ramazani nuk na kalon shenjë dhe nuk kalon asnjë ndikim në zemrat dhe shpirtat tonë. Shenja që Allahu na e ka pranuar Ramazanin është përmirësimi. Nëse bëhemi më të mirë pas Ramazanit, atëherë nishde dhe urime se Allahu na i pas ka pranuar neve agjërimin dhe është i kënaqur me neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e agjeron Ramazanin me iman dhe duke llogaritur shpërblimin e Allahut, i falën gjunahet, mëkatet e kaluara që i ka bënë kaluara. Nëse na janë fal mëkatet, Allahu na ka pastruar dhe kur je i pastër, të mirat e Allahut të vinë nga nuk e pret. Prandaj tham në fillim, qad aflaha man tazakka, ka shpëtu ai i cili është pastru. Sa i përket sadakatul fitri në medhhebin Hanefi është obligim, vajib për çdo njeri musliman, qoftë burr, grua, qoftë fëmijë, qoftë i vogël, e ka agjëruar Ramazanin apo s'e ka agjëruar Ramazanin, e ka obligim dhe detyrë që të paguaj sadakatul fitrin. Dalim te çështja e dytë, e cila është kur duhet me dhënë sadakatul fitri. Në parim, sadakatul fitri jepet pas namazit të sabahut në ditën e Bajramit, sepse kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po jepet para namazit të Bajramit. Pas namazit të sabahut, para namazit të Bajramit. Mirë po, me zgjerimin e vendbanimeve të muslimanëve, në kohën e sahabëve kanë praktikuar që ta japin sadakatul fitrin në fund të Ramazanit. Ditëve të fundit të Ramazanit e kanë praktikuar dhënien e sadakatul fitrit, sepse shtëpit janë larguar nga njëra tjetra. Janë shtu vendbanimet e muslimanëve, sikurse që na që veprojmë tash. Pra lejohet që sadakatul fitri të jepet ditëve të fundit të Ramazanit. Zatën më e mira është kjo, që të jepet në fund të Ramazanit, sepse njëri qëllim i sadakatul fitrit është që nevojtarëve për ditën e Bajramit të sigurojmë ushqim, edhe ata të kenë çka me vendu në sofrën e tyre. Dhe tjetri qëllim është që të na pastrojë. Fillimisht qëllimi i sadakatul fitrit është të na pastrojë nga gjunahet, gabimet, lëshimet, kartonat e kuq që i kemi pas gjatë agjërimit tonë. Qëllimi i dytë është që të ndihmojmë nevojtarëve, edhe ata të ndjehen të njëjtë me neve në ditën e Bajramit. Masi kemi fest, Allahu don që të gjithë të jenë të barabartë. Dhe kjo është prej madhështisë së Islamit, e ka bë Bajramin fest, mirë po për Bajram të gjithë të ndjehen të barabartë. Edhe ata të cilët nuk kanë, të kenë çka të shtrojnë në sofrat e tyre. Jo dikush të ketë, e dikush mos të ketë dhe mos të ndjehet njësoj. Edhe një problematik tjetër është ajo se si duhet të jepet sadakatul fitri. A duhet me dhënë me pare apo me ushqim, ku dihet se hadithet kanë ardhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka caktuar sadakatul fitrin me disa lloje të ushqimit, sikur që janë hurmat, gruni, elbi, rushi i thatë, në disa hadithe ka ardhur. Hanefit e lejojnë me dhënë sadakatul fitrin me pare. Me dhënë kundër vlerën, aty ushqimit e lejojnë me dhënë me pare. Të këtij mendimi janë edhe Imam Buhariu dhe Ibn Taymi rahmetullahi alayh. Ka dikush që mund të del të thotë se duhet të japim patjetër ushqim. Mirë po kjo nuk qëndron, se nëse çohemi tash me blej krejt hurma ose me blej krejt rushtat, mas pari se kena me gjetë. Krejt shkupi, mu që muslimat, me dal me shku me blej hurma, nuk ka për krejt hurma. Po tjetri problem është se kur t'ja çojmë ne ati nevojtarit hurmat, ai nuk ka nevojë për atë ushqim. Ndoshta ai ka nevojë për parë, sepse duhet me pagujt qiran, duhet me pagujt shkollën e fëmijëve, ose duhet me pagujt rrimën e kështu me radhë. Prandaj, ky mendim nuk qëndron se duhet të jepet në ushqim. Pasi ndoshta ai do ta merr atë ushqim dhe pastaj do të detyrohet që të del dhe ta shet. Dhe kjo është
punë dy herë. Do thonë ne nuk i ndihmojmë atij, por vetëm se ja vështirësojmë. Prandaj Ebu Hanifa në këtë rast, sipas shumicës së dietarëve të mëvonshëm, e ka pas qelluar dhe të tjerët, domethënë të tre imamat e tjerë, ata kanë thonë që lejohet të jipen ushqime tjera. Mirë po nuk e lejon me dhënë me parë. Derisa Ebu Hanifa rahmetullahi alayhi ka thonë që lejohet të jipet sadakatul fitri me parë. Duke u bazu në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thonë yesiru wala tuasiru, lehtësoni dhe mos vështirësoni. Sidomos në ajetet e agjerimit ka ardhur ajeti inna Allaha yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah e do për juve lehtësim, nuk e do vështirësinë. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, këto ushqime janë kanë të zakonshme. Njerëzit nuk kanë pas parë në përgjepat dhe duart e tyre atë shumë, sikurse që kemi sot. Ata tregtinë e vetë kanë bën me ushqime. Thonë kanë marrën tamël e kanë ndruar me hurma, e kanë marrë mielin e kanë ndruar me krip, e kështu me radhë. Mos të lodhni në këtë çështje dhe dikush të del të thotë se duhet patjetër të jipet në ushqim, sepse hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të bëhen të gjitha dhe të dalet pastaj me një vendimtar. Por me qenë i vlefshëm, sadakatul fitri duhet patjetër të jipet para namazit të Bajramit. Nëse e jep pas namazit të Bajramit, nuk e merr më tretmanin e sadakatul fitrit, por është sadaka perëndomt, sadaka prej sadakave vullnetare. Patjetër duhet që të jipet para namazit të Bajramit. Mirë po nëse nuk e jep deri në namazin e Bajramit, prap nuk të shlihet borxhi i sadakatul fitrit. Prap duhesh me dhënë. Edhe pse nuk konsiderohet sadakatul fitr, prap duhesh me dhënë. Mirë po, patjetër është të jipet para namazit të Bajramit. Edhe një herë, elhamdulillah që Allahu na mundsoi me arrit këtë muaj, me përfundu këtë muaj, po ashtu na mundsoi që të krijmë edhe këto derse të shkurtra para namazit të teravive. Edhe sot, inshallah, do falmi teravin e fundit. Gjithsej kemi mbajtur me gjithë këtë ligjërat 29 ligjërata të shkurtra, duke mundu që t'ju përkujtojmë diçka nga Kur'ani, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mësimet islame në përgjithësi. Vitin e kaluar tham që inshallah do të mbajmë diçka prej ligjëratave si vjet, edhe pse këtë Ramazan angazhimet i kam pas pak më shumë, prap me shumë dashuri, me shumë përkushtim, jam mundu me përgatit këto derse, edhe me dal para juve, me ju përcjell diçka nga Kur'ani, nga hadithet dhe mësimet islame. Koha u kam pak e ngushtë, mirë po, sidoqoftë, ku më arritën me menaxhu diçish dhe besoj që ja ka vlet. Jam mundu me kon i qartë, i kapshëm dhe sa do kudo i shkurt, mos me hinë shumë në detaje, duke u bazuar në argumentet autentike. Fillimisht në Kur'an, pastaj në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa kemi patur sukses, ata Allahu e di, Allahu alem, edhe mas mirë do ta vlerësoni ndoshta ju si xhamat. Për mua ka një Ramazan i mirë, një Ramazan i begatshëm, pasi që e kam kaluar me këtë xhamat të mrekullueshëm edhe në këtë xhami, ndjej për borxh që të kërkoj prej juve halallëk. Kërkoj të ma bëni halal, se ndoshta e kemi patur diku ndonjë lëshim, ndonjë gabim, qoftë gjatë derseve, qoftë në përgjithësi kështu në kontaktet tona. Dua ta dini se kur dal këtu, unë nuk dal, domethënë, me fol për individin, po foli për ndonjë dukuri, foli për mësimet islame. Nuk kam, domethënë, diçka problem me dikan individualisht, ose kur i drejtohem xhamatit, sikur dal këtu, sikur hipi në minber në ditën e xumat, e kam për detyrë me kon objektiv. Do të thonë, nuk mirna me individ, po mundohemi me e dhëm kontributin ton atë sa na ka mundsu Allahu, sepse kjo është edhe emaneti dhe ngarkesa për cilën Allahu na ka obliguar dhe ngarkuar. Qëllimi është vetëm përkujtimi i vetës dhe përkujtimi i dëgjuesve nga ajo që ka ardhur nga Allahu dhe mësimet islame. Përfund e lutim Allahun që agjërimet tona na ketë pranuar ibadetet dhe duat. Allahu na mundsoft që në ahiret dera e rrejanit të jetë e hapur për neve. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna fil jannati babun yuqalu ar-rayyan, me të vërtetë në xhennet është një derë e cila quhet Rayyan. Në këtë derë do të hinë agjëruesit në ditën e gjykimit. Do të thuhet agjëruesve, ku janë agjëruesit ditën e gjykimit, do të çohen agjëruesit, do të hinë nga kjo derë, dhe kjo derë më pasi që të mbillet, askush tjetër nuk mund me hi. Allahu inshallah na mundsof që të him nga ajo derë. Vashtë Allahu të presim edhe përcjellim edhe shumë Ramazana tjerë dhe iftarin më të mirë ta bëjmë, na mundsoft Allah ta bëjmë në xhennet.
Allahu qoftë i kënaqur razi me veprat dhe punët tona, aty ku ja kemi qellu, gjithmonë thamë është prej anës së Allahut. Dhe aty ku ja kemi huç, ku nuk kemi mund ja qellu, është prej mangësive, dobësive tona. Allahu ju dash të mira në ahiret dhe dunja. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.